profesor Leonardo Priftin për të na treguar rrëfime dhe histori personale nga jeta e tij. Profesor, të falenderojmë, por ne jemi shumë të interesuar të dëgjojmë ndonjë histori personale dhe ndonjë rrëfim nga jeta jote. Po, unë jam lindur në qytetin e Bilishtit, Devollit. Kam mbaruar gjimnazin atje. Pastaj kam shkuar në shkollën e lartë. E kam mbaruar me gati nota të shkëlqyera. Pastaj mbarua edhe gjuhë letërsi dhe histori gjeografi. Dhe kur isha në moshën 29 vjeç, më arrestuan. Se ke thënë që Shqipëria është në krizë ushqimi. Do me thënë nuk isha thënë që Shqipëria nuk ishte vaj, nuk ishte qumëshme e tu, rinje në rrafë gjata dhe smenje dot, as në Korçë, as në Bilisht, edhe më dënuan 10 vjetë me burg politik në Spaq. Spaqi ka qenë një skëterë. Atje ishim neve mbi 500 universitarë. Një pjesë bili kishin edhe grada shkencore, që kishin marrë në Çekoslovaki, në Poloni për naftën, edhe në Bashkimin Sovjetik për mjekësi. Dhe në fakt të vinte keq, të shikonje këta njerëz, duke rëmuar atje me kazmë, me lopatë, piritin, ose atë bakrin atje, edhe çfarë rezultat do japë një intelektual që nuk ka zënë kazmë me dorë të jetën, ose një lopatë. Pra ka stile, sepse a ishte puna këtu. Enver Hoxha, ata që i shikonte që kishin një farë inteligjencë mbi masë, që i duke ati konsekuente, dhe që mund të flisnin në rrethe intelektuale, ta shanin politikën e tij, se ka qenë frikasaki të mërshëm, por edhe gjeniu i të keqes. I të kuptoj sepse ishte psikotronik, çdo me thënë psikotronik. Ajo si leleku që i merr dhe i flak ata zojtë që janë, i njinte. Çka ka ndodhur? Që ta tregoj të psikotronin të Enver Hoxhës. Kur isha në Spaq, ku shikoj vjen një shok që kisha patur në gjimnaz një vit më poshtë. Unë e dija që kishte qenë spion sigurimi direkt i Enver Hoxhës. Ky, si thuash, bliste të dhëna me anë atyre regjistruesve, atëre ishin sa një shkrepse, shkrepse, e ngjite me marmallatët në tavolinë dhe të tërë regjistronte. Dhe të tëra kalonin të Enver Hoxha dhe ajo ishte në gjendje të kuptonte kush ishe ti, kush isha unë, edhe hollësit më të mëdha çfarë kishte folur. Jo kishte edhe kutit Bergman, edhe në familje, kështu që këta del atje ku thot Bashkim Shehu që kur dilën mami edhe babaj të flisin, dilën në balkon flisin. Se mund të kishim regjistrues brenda. Tash ky njeri si guxon të regjistrojë të fshetat e kryeministrit, kush ke besim. Pra ajo ishte gjeniu i spionimit. Ajo ishte i të mërshëm. Dhe këta që e kalonin masën e tij të inteligjencës do t'hynin brenda, dhe zben. Për politike, disa një internim, si që shikonin ato komisionet për të tëra, do të pyesin atë. Atje në Spaq, punonin duke nxjerr bakër dhe pirit. Piriti ishte shumë i vështirë, se temperatura kur të hyje në galeri ishte 45-50 gradë. Sa është aty? Se durën dot. Po 50 gradë. Dhe të dyvishesh në të mbathura të punoje, në ato vapë të mërshme, sa të dilte shpirti. Pra që një skëterë. Ndryshe që bakri, se që galeria me ftohtë, megjithatë norma ishte e rëndë, e vështirë, dhe kishte raste ku këta njerëz që në përgjithësi burgosi politike nuk ishin punëtorë dhe fshatarë, ishin pak, ishin intelektualët, ishin inxhinier, punëtorë, mësues, profesorë, doktorë, edhe se benin dot normë. Kështu që ishin jashtëzakonishtë, ku kam qenë edhe unë në fillim, po lavdi i Zotit, unë e bëja normën. Isha djalë shumë i fuqishëm, shumë i fortë, dhe nuk mbeti një ditë mos e bëja normën që të futesha në birosin e ndëshkimit. Dhe sidomos po të futeshe në birosin e ndëshkimit dimrit, që ishte minus 18 gradë në mirëditë, unë të bëjshë sa një patate. Veshët si të gomarin, nga eftota, dhe kur të denje që atje o tuberkulos, ose duhet të shtrosh atje një infirmeri, e të theshe o zot mërmë. O zot mërmë se nuk është jetë e vërtet ashtë. Ka një kuptim jetë e njeriut. Shteti kur nuk duhet të anëzi jetë e njeriut deri në atë masë, sa ju të qfëj në mënyrë të përbindshme.
Sepse si thotë Jacques Rousseau, shteti është mbrojtësi të drejtave të njeriu. Dhe t'ja harmonizoj të drejtat e këtij njeriu në mënyrë të tillë që jetën ta ketë të pëlqyeshme. Po ku është Marksi, ku është Jean-Jacques Rousseau. Pra janë krejtë në këtë drejtim të kundërt. Nëse ku e mbronin individin, këta, për shembull, ta nuk e dinë, po të lexosh me kujdes atë Engelsi, ka thënë duhet të çfarrosen shtresat e tëra oficerësh, të pasurish, fshatar të pasur njerëz. Në më shbajt kështu shkjo botë, me të pasur e me të varfër. Historia tregon kështu botë. Koka tende prej idioti, o Engels edhe Marxis do të ndryshoj botën, ku në ndryshovi Zoti. Ishte i Jezu Krishti, ishte edhe Muhameti në tokë se ndryshon në botën, prandaj. Koka tende do ndryshoj botën. Dhe prandaj dhe i shan, përse Marxi ka thënë, Jezu Krishti është një fundamentalist idiot. Ai është idiot, ai është një miut. Ai është ra njëri me pëllam kurrë. Ai bëri luftë kurrë. Pas ka qenë fundamentalist. Koke Marxit, një jefk. Një tërë spaci kështu që, jefk u marë. Edhe që asi punonin. Pra, ishte një jetë me sidomos kur vinë, dimrit, kur dinin nga galeria, se ishin 3 male me trato galeritë, dhe duhet të mblidheshin të tërë, edhe në përdorë në sheshi atje para komandës, që duhet të gjyqe, që po thuaj lakurit të ftohtë, që të kontrolloshe. Mos kishe do një thikë, mos kishe do një armë, do një si të mos literaturë, a mos kishe bërë do një vjershë, edhe me radhë. Unë atje bëra fshehur në defteret e Duanit, nuk janë ato letrat e Duanit, me kopjative të mprehur si grera në maje, romanin Pirua i Epirit. Pse? Kisha lexuar kaq shumë dhe nuk ishte e mundur, tash do të lidh me Enver Hoxhën. Pse e bëra për Enver Hoxhën? Ashtu si Gjoja plaka e vrau Enveri, atë Pirun e Pirë, e vran generalët, se Pirua vetëm fitore, me po këto fitore deshin të gëzoni këta. Me Napoleon Bonaparte. Mora para po dal, po vetëm luftë ditë natë, unë vetë gëzoj me familje, me gruan, me fëmijë. Ti hajde vetëm luftë. Edhe ç'bën, i tham plakës. I dhënë tullë ti atje. I dha tulla, sa një ta marrë brenda, e këput me të pusë në kokë e në gjuarë, e vrau plakë. Këte e bëjnë unë për të bërë analogji, pa u bërë atë e këtyre oficerve. Vritën i qenin e Verhoxhën, që me 1972. Si që bëri ajo plaka dhe generali Pirus e Pirit, bëjani e Verhoxhës. Në hangri, nuk kemi për të ngrenë, nuk kemi për të pirë. Leqë nuk u zonë të bëjnë biset me i shokë. Të tëra po thua ishin të përgjuara. Po të them unë se pastaj kur mbas kësaj demokracisë, unë isha këshiltari Bashkimu Kopriku, ministri të brendshëm. Dhe hapja çdo gjë, urave që i bilishti, dhe te Peliana për shembull kishin 2500 secili spion. Po çfarë të këto spion po thonë? Duke filluar që nga gjimnazet, duke filluar në punëtoritë e tyre, e kasteritë dhe të tjera. Pra ishte një jetë për një intelektual, ishte jetë në mizerje. Po s'kishe ç'bënje, sepse dhe po të ratise të internonin nënën, babanë, motrat, vëllanë, dhe ty të vinë të keq. Do shpëtonje veten, që ose do kalonje në kufi, po çdo itin këta të shkret, se internimi që në kanal, ditë e natë. Prandaj, për mendimin tim, ajo regjim dushe rrëzuar. Ashtu. Atëre, në jetën time intelektuale, unë mund të mburem me librin tim, Pellazgët, kultura dhe gjuha e tyre. Punova 40 vjetë, sepse në spaç me një profesor Ziso Vangjeli, më dha gramatikat historike për sanskrishtet, më dha gramatika historike të grekut. Unë kisha mbaruar dhe atje u detyrova, unë di 11 gjuhë, po shumica janë të antikitetit dhe si thotë Noam Chomsky, ku ja dërgova më 2011-ën, librin tim prej 1200 faqesh, anglisht, se shkoj ta shqip dhe anglisht. Po bëjmë parantezë, me gjej këtu një shkencëtar që di të shkruajë 1200 faqe anglisht. Sepse nuk t'i japën titullin profesor, unë mos kreshin nga veprat e tua të përkthyer anglisht, dhe atje do të pyetesh edhe për gramatikën, e kupton me? Është shumë e vështirë, po këto kanë marrë shumë urdhër partie ku të duat. Dhe për të dukur se kush është profesor doktor, shiko këtu bibliotekë kombëtare. Sa libra ka të botuar? Tu ka profesor doktor sa duas kanë si libra të botuar. Si qenë këto profesor? Sa vepra keni botuar? Unë kam botuar 17, sepse deri në vitin 2008-2009
pa fillu ajo kriza botërore financiare, këto shtëpi botuese paka shumë ishin në rregull dhe të paguanin. Bile ma jepin më njëri para dhënia edhe pastaj merret e botonte. Që atëre këta duan lek. Ne jemi pensionistë, djalë kanë bërë punë, si do t'i boton? Kur qeveria si të thashë, ku i thua këtyre, unë e qes vetëm në Tiranë sepse andej në ndërreth nuk i kthejnë parat këto ai botuesi. Po edhe do të jetojë. Do të ketë një ligj shteti për këtë, e kupton apo jo? Kaq përqind të mbajë shiti, ai thotë 40% do mbajë unë shitën. Ja jetë mana, po autori që dedhi trutë për një libër të paktën një vit tërë, dhe kjo është për 40 vjet. Se nuk shkollaj, dhe me këtë rast krijova dhe një gramatik të re të shqipe si më nxori trutë nga vështirësitë. Dhe analizova më shumë se 5500 fjalë fosile, të cilat tregojnë së bashku me sistemin gramatikor të falënimit të shqipes që shqipja një. Dhe pelasgistja, këtë do t'i thëtë. Po i kemi në mitologji, i kemi në Theogoni, i kemi në Iliada, Odisea. Është një. Pra, me të madhe të tuar, kër e pranoj dhe ky Chomsky, themi që pelasgët ishin zgjatimi më jugori i lirëve. Thrakët ishin zgjatimi më lindor i lirëve. Se ajo për shemë, të shumë e thrak, kemi rjedhu nga Japeti, Japet thra, djathra. E kupton sistemi djathra, themi Japet thrak. Dhe këta etruskët nga etër. Për shemë kemi atë vulkanin Etna. Etnit jezuitë në, këtu rinin pelasgët e parë, etnit bitë e Japetit. Japeti është para arsi i lirëve. Me këtë krenojë mund se vërtet i raqa bej me këta, po nuk e nëzori nga deli liri. Unë i rash fundin nëzore të abanin fande, fund të oqeanit. Pra, jedhëm nga Japeti. Për shemë e thotë ky... Qabe, Dardanit vjen nga Dardë, që ky pudalat. Japeti kishe djalin e ditë fundit, Dordanimi. Po kjo është Shqip, Dordanë, fisnik. Unë t'i japë, e pra themi no, kjo është Dordanë, kjo është Varda, e këpërën bëja. Ose marëm për shemë, vjen ke thonë Olimpi, nuk është Olimpi, me besi ka që Olimpi. Al janë sinonimet të thjeshta të yllit. Olimbi. Bravo, mbi këtë majtë të pelasgëve që ndroni vetëm Perëndia. Dhe thime atë. Dhe shishja me gramatikën historike të saj, nuk e shpjegon dot. As sanskritja se shpjegon dot, pak, as e këto gjuhët e tjera. Kështu që kemi për shembull, mund të themun edhe ku mund t'ju them edhe gjërat e tjera, për shembull, Sofi. Ai nuk e po shof. Pra, nuk e shpjegon dot me greqishten, shof është shqip, shof gjithçka, është universale. Dhe sot e quajnë në filozofi sepse ajo merr rreth të tërë në dietë dhe ajo që thuhet në dije, kupton apo jo? Ose mund të rikëtu e t'ju mbaj me ditë të tjera. Pra, dhe Chomsky më bën letrën. Në fillim të viteve 90, juve jeni larguar nga Shqipëria për një objektiv tuaj. Do na tregoni paksa? Pas 90-s. Pas 90-s kam qenë, si thash, këshilltari i Bashkimit Kopikur. Bëra psikologjin penale të krimit si psikoanalist, janë specializuar në Amerikë, dhe ministri i drejtësisë Spiro Peçi më dha 5.000 lekë shpërblim për këtë libër. Ishte psikoanalizë e deviancave të personalitetit, psikologjia e krimit ose penale, e kupton apo jo? Edhe kjo është bëra dhe psikoanaliza sot, psikologjia e thellësive që janë tmerrsisht të vështira. Dhe Chomsky më tha si nuk e përkthen nga qeveria, librin tënd të pelasgëve, se është krenaria tha. Dhe ti del me ata që të tërë gjuhët e Evropës dhe popujt e Evropës rrjedhin nga i lirët, absolutisht. Për shembull, kemi Messia Petrik në Vlorë apo jo? Keni dëgjuar Messia Petrik? Messia Petve. Po kemi Messia Petrik edhe në Brindisi dhe në Menes Detinjon. Pra ky është shteti i parë i lirëve, shteti më primitiv në botë. Këtu të paktën 50.000 vjet përpara. Dhe del në konkluzion pasaj që shqiptarët të paktën janë 13.000 vjet më të vjetër se grekët. Dhe këto unë lëshova një bombë të madhe mbi Akademinë Shkencave të Serbisë dhe Greqisë. I kërkova dhe në televizor me letra, si mos këta greket, me një 3 dietarë që keni, ose në Tiranë, po këta janë e frikacak sa që kemi neve këta gazetarët. Kështë sigurt. Ose do vem raj thajde një këtu, tha, një avtëtar, jeni të lirë.
ti mbroj si që ke mbrojtur librin tënë, këta letë flasë, nuk pranua pse. Unë e kam kyqur dhe e kam kopsitur librin që kanë ndërrua të të relisit tonë, Pelazgës, gjua dhe kultura e tyre, që nuk ka shkencëtar të shkalmojë. Sepse duhet të dish një 7 gjuhë antike pa të punosh me te. Po dhe nga nga tjetër, kur thotë i dashuri profesor Spiro Konda, që dhe ky ka bërë një libër për Pelazgët, dhe qa bej me këta si adha titullin profesor për vetë mbyllja politike, duhet të dish gjuhën shqipe në mënyrë shkencore. Unë kisha mbaruar. Dhe mësova shumë mirë ato 6 volume që ishin të dialektologjisë dhe kam mbledhur edhe vetë. Ndryshe ai libër nuk bëhet dhe rinja me çdo faqe që shkruan janë në kompjuter, o zot mos gënjej, mos më lë. Edhe sikur të flas kundër shqiptarëve, të dalë vetëm me vërteta shkencore. E kupton apo jo? Dhe vërteta shkencore që populli më i vjetër i Evropës janë Pelazgët. Janë i lirë, sepse janë zgjatime me jugor, me fis, me gjak edhe me gjuhë. Atje pasaj ndryra me psikoanalizë, se ashtu si një sondë gjeologjike, nxjerr formacionet e dherëve dhe shkëmbive, psikoanaliza në këto vepra kaq të vjetra nxjerr mendimin e shekujve dhe ndjenjat e shekujve. Dhe po të shikojnë neurozat greke, me neurozat e shqiptarëve që ndeshin atje në Iliada dhe Odisea, ndryshojnë. Sa i kanë më të ashpra shqiptarët këta Iliada, sa i kanë më të leta, sa janë më të kthejnë në akmarrje. Ta nuk janë kaq. Pra, populli grek vjen nga Egjiptosi, që nga Egjipti. Janë akoma edhe merë, për të vesh atje të shikoj shumë. Pra, ky ishte. Për pirën e pirit e tregova që. Ta e mbyllën gojën, ta të tërë këta inveristët. Pra, të libër së ardhi mirë. Të na bashkëtirjet e na i duke gjagje inverin ti neve, që na la pa djath, na la pa qumësh, po vetëm bërtistë e Shqipëria. Pastaj, kam shkojnë në Konstantini Madh, Justiniani Madh, Jan Kukuzeli Madh, që kam ripunuar duhet botuar prap. Ose kam shkruar për shembull Napoleoni i Madh. Napoleoni ishte me origjinë nga Shpinarica e Vlorës, midis Fierit, të Dhenat e Fundit. Ishte krejt shqiptar. Dhe Lucieni, vllai i tij, kur vajti në Napoli, bisedovi gati 2 orë shqip me arbareshët. Dhe tha, ne jemi shqiptarë, ne në shtëpi flasim shqip. Atëherë, pse e fshehin që Napoleoni është shqiptar? Dhe a është një pikë Karlo Topisë. Prandaj dhe ja atje ka emrin Karlo. E kupton apo jo? Ja dërgova akademisë polake se boto. Nuk janë shkencëtar të sa, kanë frikë. Se duke mos e zotruar një material shumë mirë, gjithmonë ke frikë ta botoj, mos e botoj. Kurse ai që është i saktë dhe e ka mbaruar me përfundimisht e nxjerr të vërtetën, ai është guzimtar se kjo është e vërteta thotë. E kupton apo jo? Kam bërë Laughing Mold, e dërgova në Amerikë, ma do bëtoj 1-2 anglisht. Dashurinë e myk, që ishte rrenja masat që muar qeveria tonë me menaxhmin e këte nga vitet 90, edhe të mere që ndodhen në malet me gropa, që sa u varrosin atje qoqën, edhe përfshirë, ose mbreti drogës. Jeta jonë e vështirë, ku janë familje kryesore të komunizmit, po dhe të thjeshta, dhe darga dale degradohen në përbuzjet, në për këto internimet, dhe nga njerëz krenarë dhe shumë të saktë, arrijnë domethënë të pasojnë në fatësitë më të mëdha, sepse diktatura sjell vetë të gjëra të tilla dhe ti nuk mund të veprosh, sepse vepron fjala e hekur e diktaturës. Për mendimin tim është një këtyre vepër edhe kjo. Kam shkuar me Marilyn Monroe. Vërtet? Po, shqip dhe anglisht. Mi po duhet botua, ja dërgova kësaj këtë gitare së madhe. E ka amerikane e bukuroshja. E me manë që është një bjonde e bukur. E ka zëtë bukur. Nuk da para ta botonte. Rasti se takoheshe me të? Jo, unë ja shkojta, vajta në New York, vajta në Chicago. Për çfarë shkuat në New York, në Chicago? Atje, me bëra kursin për psikologjinë e krimit, psikoanalizë. Takoja, mbi të gjitha që zhdukja ime në për të tërë arshivat për të Pelazgëve. I kam rënë që nga Greqia, edhe tërë e Oxfordi, edhe Francë, edhe vere anë në Amerikë tëra për të bërë, sepse kam gjetur material të çuditshëm, kurse këta s'kan në vizur. Për shembull ka një gjë, kur ka bërë në fakultetin, theshin që
Për herë të parë Herodoti përmend fjalën Ilir dhe Iliri. Se kështu, po të shikosh mitologjinë, thotë ky Herkuli është Hekurli. Është njeriu i hekurt. Po grekët e kanë bastarduar, se grekët e kanë bastarduar të tëra fjalurës. Dhe në shekullin e 8 që është mitologjia, që fillon shkrimi grek, është përmendet Iliria. Pra jo në shekullin e 4, por përmendet që në shekullin e 8 para Esre përmendet Iliria dhe Iliria. Kalon këtu me tufën e lopëve, sepse ishte koha kur më shumë njerëzit tronin akoma me gjatë se sa me bujqësi. Nuk ke zhvilluar kaj bujqësi, do ta shpjegosh këtë. Ashtu. Pra, veme në mitologji. E të shpjegoj greqishtja, me thotë është greqisht. Mbi thonë, ata perëndisë thonë theoj, ti the. Veta e dytë e foljes the. Unë them ti the, theoj the. Se ata greqisht e kanë o logoti theos. E këtën apo jo? Pra, mitologji e thena mbi të ynorët. Marëm theogoni. Goninë dhe volle, këto i thonë një kendi. E sole në gone, do më thënë, njëve të shquar. Theogoni, do më e thena theo, e njëve të zgjedhur, që janë kësa eronjtë, do më thënë, të tërë antikitetit, Herkulia, Afrodita, Merada, edhe Zeusi, edhe këta të tjerë që kanë qenë si Menelau, Mandelari, Agamemnoni. Aga nuk është turshke, pa e zotë një që në këta pelazgët, ose për shembëll, kemi një gjë të çuditshme. Në Ungjillin thuhet Jezu Krishti që flet shqip. A që vjetër shqipja. Biblia fillon, populli i parë quhet Nefilimi. Kjo më shpjegon vetëm shqipja, Nefilim. Ishte populli Nefilim. Krishti thotë: Eli lama sabaktani. Eli, ishte e theshi perëndis në antikitet, edhe që futut. Eli, lama, sa të shkurtë e prejme vetër mua me, lama, sabak tani. Sabak nuk ishtë turqis ishte ishin këta. Se edhe mbreti i këtyre thrakasve, kështu e 3.000 vjetë që ishe sabak. Sabak, e këtërën për jo. E janë gatuar fare, e kanë gatuar lemsh me gjithë të këta greke. Pra, mua perëndia më la në sabak tani, sepse jo si thëmë këta që Eli lama, pourquoi abandonnet me? Ajo e dinte pse kishte ardhur Krishti në jetë, që do jepte jetën në kryq për të larë mëkatet e njerëzimit, e njerëzve të mirë. Ashtu, ose mëkatar, po që pendoshin. Kurse këta e përkthejnë, sa të cekët janë. Sa dhe në Ungjilli përkthejnë gabim. Pra e shpjegon shqipja, ose po t'i dhemi në shekullin e 6 para Esre, në Nabukodonsori, që është mbreti i Babilonisë, me njerë dhe një dorë në murë dhe shkruaj. Meni efkaristo, u mendove, e farisu, dhe u qfarose. Dhe kër e shpegon, kjo Danieli profeti thotë, ti tash i thotë, për njëri e qfarose rëmbret. Mene, u mendove, qfarose. Pra shiko, ku del vetëm Shqipja, le të dalë greqishtja. Le të dalë egyptisja, le të dalë arabishtja. Prandaj, ajo është vepra të cilën e ndëruan të tërë rilinësit tanë. Ose vërtetonin dot. Se për shembull vepra për pellazgët ka bërë edhe ky një që është në Francë. Po kur doli këtu me ta, i tha me drejtë. Kjo që thua ti, kaq sa thua ti që janë në favor të shqiptarëve, ka dhe kaq të kundërta. Duhet vërtetuar me gramatikë historike. Po e që vitet to, gramatika historike është me vështirë se matematika. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.